Shqipëria drejt ëndrrës për kualifikim në kampionatin botror të vitit të ardhshëm. Kombëtaria shqiptare luan 2 ndeshjet e fundit në grup, të enjten dhe të dielën, përballë Andorrës fillimisht në transfer dhe më pas ndaj Anglisë në Tiranë, takime që do të përcaktojnë edhe vendin e dytë në këtë grup. Ish lojtari kombëtares shqiptare Kreshnik Çipi në një prononcim të tij ka theksuar se rëndësi të madhe ka ndeshja e të enjtes me Andorrën. Ajo është përballje ku një fitore e Shqipërisë na siguron vendin e dytë në grup, duke patur në konsiderat edhe faktin se Serbia do të luajë në Angli. Ndaj duhet menaxhuar me kujdes kjo përballje, që na siguron më pas pjesëmarrjen në play-off dhe më pas të mendohet edhe për kualifikimin. Ndeshja në mënyrë të veçantë, ndeshja e parë që kemi me Andorrën shumë e rëndësishme, pasi unë them arrim vendin e dytë, duke pas parasysh që të dyja kemi ndeshjen me Anglinë dhe ne dhe Serbia, dhe hapi parë që do të bëjmë, duhet me se zbën që të arrim fitoren, në mënyrë që të jemi të qetë. Nuk pretendoj që të kem të njëjtin, po të kem rezultat me Anglinë, nuk më gënjen mendja, po unë them sikur me Anglinë të minimizojmë pasojat e atij ekipi, do të thotë që edhe me një humbje minimale për ne është fitore, pasi unë them që do të na kualifikoj drejt për drejt Andorra. Pastaj në fazën e dytë mbetet të shohim se janë shanset që mund të jetë Wales, si mund të jetë Skocia, në atë 16 e re që formohet. Kështu që mund të kemi shanse, shpresat janë të mëdha. Çipi thekson se ka besim te kjo kombëtare që ka arritur shanset pas fitores në Serbi dhe duhet menduar ndeshjet e enjtes dhe më pas përballja me Anglinë në Tiranë. Ndeshjet e enjtes me Andorrën është tepër e veçantë. Sa rëndësi kish ajo e Serbisë, që është shumë e rëndësishme ajo, se ne ecim nga mendimi që është Andorra dhe është e lehtë. Në fushën e tyre ata janë të hidhur, duke pas edhe nivelin që kush jemi ne, kë përfaqësojmë ne. Sigurisht ne duhet luajmë në sulm sepse jemi për të fituar, po duhet jemi edhe të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm dhe të kemi ekuilibra. Nëse do të ruajmë ekuilibra, atë që bëm në mënyrë të përkryer me Serbinë, fitoria është jona e padiskutueshme. Në futboll bën vakit çdo gjë, po unë nisem kush është Anglia dhe kush është Serbia. Ndeshjen e parë ju dini fare mirë që fitoi brenda në Serbi me rezultat shumë të thellë. Kështu që sot Anglia, unë them, është në 2-3 përfaqësueset më të mira të botës, së bashku me Spanjën e me Francën, ndoshta janë nga më të mirat në botë. Po ndoshta ishte një moment që dyshuam pak kur bëm barazimin në Letoni. Mirë po ndeshja e Serbisë na ka ngrit goxha moralin që është shumë i rëndësishëm në sport, veç elementeve të tjerë, ana mentale, psikologjike shumë e rëndësishme. Unë them që janë shanset goxha të favorshme në këtë radhë, të paktën të shkojmë në fazën e dytë të kualifikimit. Shqipëria luan të enjten në orën 20:45 ndaj Andorrës në transfert dhe të dielën me Anglinë në Tiranë, drejt ëndrrës për kualifikimin në kampionatin botror të vitit të ardhshëm që do të luhet në muajin qershor.